Mirëmëngjesi. Si ju kam? Si jeni? Në këtë video mesazh do të përgjigjem pyetjes që më kishte ardhur dhe më ishte përsëritur aq shumë shpesh pardje tek pyetësori. Nëse on falem. Nëse on vazhdoj domethënë që të praktikoj faljen, namazin, dhe më lejoni që t'ju tregoj një nga mësimet më të mëdha që unë kam zbuluar gjatë këtij viti, e cila është që marrëdhënia me Zotin dhe lidhja me Zotin është gjëja më intime dhe më e shenjtë që mund të ketë një njeri. Dhe në mënyrë që kjo lidhje të ruaj shenjtërinë e saj, nuk duhet të jetë e ekspozuar që gjithkush jo vetëm ta shohi, por se të ketë akses në të për të vendosur nëse ti je e sinqert në këtë lidhje, nëse ti je e mjaftueshme për këtë lidhje, nëse je lidhur mirë apo je lidhur keq, nëse ti je falur mirë apo nuk të është pranuar, nëse ti do shkosh në xhenet apo do shkosh në xhehenem në bazë se çfarë të tjerët shohin. Kur secili prej nesh lidhet me Zotin, kur falet edhe lidhet me shpirtin e tij apo me shpirtin e të gjithëve. Secili prej nesh lidhjen me Zotin e ka tek e tek, pa asnjë lloj ndërmjetësimi dhe pa asnjë lloj ndërhyrje nga të tjerët. Pra, ti ose e ndjen ose nuk e ndjen kur lidhesh me Zotin. Është diçka që e ndjen ti. Është diçka që e përjeton ti. Pse unë duhet të lejoj dikush të jashtëm që të vendos se çfarë ndjeva unë në brendësi kur unë u lidha me Zotin? Pse duhet dikush i jashtëm të vendosë nëse unë jam njeri i mirë apo njeri i keq në bazë të brendësisë time se si unë e ndjej këtë marrëdhënie. Kështu që nëse unë do e lejoj këtë gjë që të ndodhi, i bie që unë e kam humbur këtë shenjtëri në lidhje me marrëdhënien time me Zotin. Këto janë nga mësimet e mia që unë i kam nxjerr. Kështu që nga ajo që e pyesni a falem unë, më le të pyes unë ty, a falesh ti? A lidhesh ti me Zotin? Nëse ti e ndjen lidhjen me Zotin, më lër mua ta shoh të lidhje në veprat e tua, në sjelljen tënde, në atë çfarë nxjerr nga goja. Sepse atë çfarë ti ndjen brenda kur lidhesh me Zotin, unë si person i jashtëm duhet ta shoh këtë gjë tek qektësia jote, tek marrëdhënia jote, tek sjellja jote. E keni parasysh, domethënë është një hadith profetik që thotë muslimani është ai i cili nga gjuha edhe nga dora e tij janë të sigurt njerëzit. Më lër mua të shoh se sa unë jam e sigurt me ty. Më lër mua të shoh se sa unë
Domethënë, jam e sigurt nga goja jote se çfarë nxjerr nga goja, se çfarë shkruan me dorë, se çfarë bën me dorë, çfarë dëmesh bën me dorë. Është mënyra se si unë e shoh që dikush ka në të vërtet lidhje me Zotin apo nuk ka. Pse? Sepse shumë njerëz mund të pretendojnë që kanë, domethënë, që falen apo kanë lidhje me Zotin, por se nuk e di nëse e kanë lexuar një ajet kuranor që Zoti thotë që në zemrat e tyre kanë dryna. Ka dryn. Domethënë, zemra kur është e mbyllur me dryn, do punë që të hapet, që të lejoj që lidhja e ti me Zotin tjetë domethënë shumë e thellë, që ta ndjej sa herë që falet, që lidhet me te, në mënyrë që të ketë ndryshim në jetën e tij. Nëse Lene se e ktheva ligjërat, o zot, pas ka shku 6 minuta. Kaq ishte.